ju lutem tani. Unë që kuptua, zoti Berisha. Të nderuar deputetë dhe deputet. Çfarë ka ndodhur? Ka mundësi zoti Noka ju tërheq vëmendje për fjalorin, ndryshe do ju nxjerr jashtë nga seanca. Përmbauni. Ju kam dhënë fjalën disa herë për çështjen. Ju a dhash fjalën disa herë për procedurë për avokat në popullit. Nuk mund ta merrni fjalën për procedurë me përsëritje. Besoj për kaq jeni të vetëdijshëm dhe ju, dhe sidomos ju personalisht. Tani ule atë gisht, të lutem, ka fjalën zoti Berisha, ja dhash të plota 10 minuta. A ja dhash fjalën për 10 minuta. Zgjodhi të ulej të fliste nga vendi. Jo zgjodhi të fliste nga vendi. Jo nuk ishte procedurë sepse e konsumuan procedurën. Prevalon, po nuk ishte pra procedurë, se e ngriti njerë që ishte për procedurë. Zoti Berisha është i vjetër këtu, e di shumë mirë këtë punë. Zoti Berisha ka fjalën, përgatitet zoti Gogu. Të dashur qytetarë dhe qytetare, sot kreu i Partisë së Krimit ju tërheq vëmendje për fjalorin. Ajo nuk është partia e krimit, është Partia Socialiste e Shqipërisë. Shiko. Ju tërheq vëmendje për fjalorin. E para, do ju jap drejt herën tjetër. Do të ruash vendin. Po sigurisht që do ruaj vendin, po dhe ju lutem. Mos më bëj të t'jap një. Po moderoni fjalorin jo fizakonisht. Kreu i Partisë Krimit mori epitetin në fund në të merituar si Ramaduro i Europës. Të dashur qytetarë dhe qytetare, dje një medje jashtëzakonisht rëndësishme dhe ndëgjuar në Shtetet e Bashkuara më kërkoi një intervistë dhe gazetari i mirënjohur Njoman filloi pyetjen e tij: Zoti Berisha, na fol pak për situatën në Shqipëri dhe Ramaduro. Pra, është bërë famoz për dy aspekte kryesore: për narkoshtetin dhe farsën elektorale. Kjo verë ju nuk festuat dot fitoren kallë me farsë, sepse këtë verë në Bruxelles, në Strasburg dhe të gjitha forumet ndërkombëtare u damkosët si një grup i shkrirë në një me kartelet e drogës. Petro, kush të nxori ty nga parlamenti? Kartelet të nxoren, ta them unë ty. Unë e di që do dalë këtu do thurë jo e këto ato, po ato të nxoren. Se po të kishe qeni tyre nuk dilje ti. E do t'a japish, po s'ke që jep fare. Se ja automat. S'ke as gjë që të jep, që të thush ti. Se ti do thush atë që kanë programue. Fol s'fol një lloj flet. Ndaj dhe në qoftë se në Shqipëri, ku është ajo Sara? S'është këtu, as Zëqineja, s'janë këtu ato. S'kan ardhur akoma. Pra, në qoftë se në Shqipëri u zhvillua farsa më shëmtuar elektorale, ajo pati pasqyrimin në damkosës në botë. Ky që është këtu është marrë vesh se Troplin të paguan 10 milion euro emërimin e tij. Po ajo që ishte me e veçanta ishte se në rrul me atje tjetër, me Arkendin.
Po, e morët vesh ju Arken milionerin, që i kishtë dhaj nga pojat, nga ata pojat e Vlorës, i kishte milionat, këthe ishte me një rogaj, me një rogë pedagogu, ishte me 2,sa milion, apo nuk ka, nuk u bëjnë për shtypje këto. Pra, narkoshteti i parë dhe i vetëm, po kundërmon sot çdo ditë, e më shumë në rajon, në Europë dhe në botë. Autopsia që po i bëhet procesit të farsës elektorale tregon kriminalizimin nga kreu i piramidës tek punojësi patronazhist i piramidës suj. Tregon se zbatuat një piramid. Mashtrimi, falsifikimi, trillimi, dhe kjo ishte farsa elektorale. Përdort metodat më të turpshme që mund t'jenë përdorë në njëherë, në një vend. Zhvilluat zgjedhje si Zimbabwe në 30 vite më parë. Dhe pastaj të mos quhet Ramaduro. Në disa aspekte ja kalon dhe Maduros. Se aju ankuar se mafia shqiptare po më hynë në punte e veta. Por u pa gjithashtu se Shqipëria është vend i shtetit monist, i shtet elektoral. Pa dje në Strasburg, delegacioni ose Asambleja Parlamentare e Këshillit të Europës kërkon ndarjen e partisë nga shteti, çka vetë kupton sundimin e partisë shtet në këtë vend. Por krahas partisë së krimit, instrumentet e saj janë po kaq kriminal dhe antikushtetues. Kam përpara këtu deputetin Qali Xhafa, një deputet i nderuar, njeri i respektuar në qarkull dhe kudo. Dëgjojeni miq, i të porositur ushtarët e këtij Horës e ndalojnë dhe i thonë se je me shpejtësi dhe ke konsum alkooli. Ky ishte krimi i tij, pristi. Kush e jeton dhe kush merret me dosin e tij, thoni ju? Altin Tropini. A mund të imagjinoni ju, a ndodh në botë që me një çështje civile, me një çështje të pastër civile, të një qytetarit jashtë detyre, të merret kreu i skapit, të merret njeriu i cili certifikoi krimin antikushtetues, krimin elektoral, si të ligjshëm, si të amnistueshëm. Unë e kuptoj se ju një pjesë nuk do jeni ma. E kuptoj. Përfundoni fjalën. Asnjë prej jush, Zoti Berisha. Asnjë prej jush, për një minutë seni. Asnjë prej jush nuk ngrihet dot të mbrojë këto të vërteta. Si ka mundësi? E keni nga frika? E keni nga pasuria? E keni nga keqbërjet që u rëndojnë? Përfundoni fjalën.
Çfarë the? Pritani. Pritani. Nuk ka kohë, përfundoj. Pra, Koha përfundoj. Nuk i kam hequr asnjë minutë deputetit. I janë dhënë 10 minuta të plota. I thash, po, koha nuk ka nevojë për shpjegimet e mia. Ecën rrjedh vetë, zoti Noka, kështu që është e qartë. Ju lutem, zoti Berisha, përfundoni fjalin. Ne e përfundoni fjalin. E ke shtruar këtë parlament në një neveri të vërtet në mënyrën se si ti e drejton si me qenë një sekretare e mirë dhe jo një kryetar. Mirë, kjo është fyerje tani, ju dhash kohën për të përfunduar, nuk e përdorët për fyerje. Si gjithmonë. Fjalor krejtësi.